Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. El Hamid, I lavdishmi, është një nga emrat e bukur të Allahut të lartësuar. Allahut I takon çdo lavdërim, çdo falënderim. Atij I përket falënderimi për krijimin e krijesave, për krijimin e njerëzve. Atij I përket lavdërimi ai sa plot qiejtë dhe toka. Allahu subhanahu wa taala meriton të falënderohet dhe të lavdërohet për mjetet e jetesës që u jep krijesave. Ai na ka krijuar dhe ai na jep mjetet e jetesës. Allahu I lartësuar meriton të lavdërohet dhe të madhërohet për çdo mirësi që na ka bërë. Të gjitha mirësitë I kemi nga Allahu I lartësuar. Kemi aq shumë mirësi saqë nuk I numërojmë dot. Na ka dhënë Allahu I lartësuar jetën, shëndetin, burimet e ushqimit dhe të pijes. Ka krijuar për ne rrezet e diellit, rreshtit e shiut dhe gjithçka. Gjithçka në qiell dhe në tokë është krijuar për ne, përfshi bimët dhe kafshët. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Thot Allahu në Kur'an, Allahu ka krijuar për ju gjithçka në tokë. Që gjitha mirësitë I kemi nga Allahu. Prandaj Allahu I lartësuar meriton falënderim, meriton lavdi për çdo mirësi që na ka bërë. Allahu I lartësuar meriton lavdërim dhe për cilësitë e larta, për emrat e bukur, për cilësitë e larta që ka, për emrat e Tij të bukur, cilësitë e Tij të larta dhe veprimet e Tij. Të gjithë emrat e Allahut të lartësuar janë të bukur. Të gjitha cilësitë e Allahut të lartësuar janë të përsosura, janë të larta. Allahu është I pastër nga tmetat dhe mangësitë. Atij I përket plotësia absolute. Edhe veprimet e Allahut të lartësuar janë mirësi ose drejtësi. Allahu I lartësuar meriton falënderim për çdo veprim që kryen. Allahu meriton falënderim dhe lavdërim edhe për ligjet e gjithësisë. Kjo gjithësi ku ne jetojmë, ku ne ekzistojmë, ka ligjësi, ka sisteme. Dhe këto ligje I ka vendosur Allahu I lartësuar. Këto sisteme që ka gjithësia I ka vendosur Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu që për gjitha këto ligje Allahu I lartësuar meriton falënderim. Allahu I lartësuar meriton lavdërim dhe falënderim dhe për caktimet e Tij. Ai ka paracaktuar çdo gjë që do të ndodhë deri në kiamet. Gjithçka që u ndodh njerëzve, ajo është me urtësi. Kështu që Allahu meriton falënderim për çdo caktim, sepse nuk e ka bërë kot, subhanahu wa ta'ala. Allahu meriton falënderim dhe për urtësitë e Tij. Ne dim fare pak urtësi të Allahut të lartësuar. Pra dim shumë, por ato krahasuar me urtësitë e Allahut të lartësuar, kundrejt urtësive të Allahut të lartësuar në veprimet e Tij, në caktimet e Tij, në krijesat e Tij, janë pak. Ato që dim ne, ato që di Allahu I lartësuar nga urtësitë e Tij janë shumë më shumë se ato që dim ne. Për shembull, ne dim se syt na I ka dhënë Allahu me urtësi, si kemi kot. Për të parë, s'mund të ketë njeri me mend që thotë se syt janë kot. Rrezet e diellit kanë urtësi. Pa rrezet e diellit do kishte jetë. Rrezet e shiut me urtësi. Mendjen e ka dhënë me urtësi. Njerëzit padyshim I ka krijuar me urtësi. Pra I përmenda disa nga urtësitë e Allahut, disa urtësi madhështore. Po ato që nuk dim ne nga urtësitë e Allahut janë më shumë se ato që ne I dim. Allahu meriton falënderim dhe lavdërim për çdo urtësi të Tij, subhanahu wa ta'ala. Ndaj ne s'mund të llogarisim urtësitë që meriton Allahu, lavditë që meriton Allahu I lartësuar. S'mund të llogarisim. Allahu I lartësuar meriton lavdërim dhe falënderim edhe për ligjet fetare, për urdhrat që ka dhënë, për ndalesat që ka bërë, se dha ato Allahu I lartësuar I ka bërë me urtësi. Ligjet fetar, urdhrat dhe ndalesat, Allahu subhanahu wa ta'ala I ka vendosur, I ka caktuar me urtësi. Ndaj edhe për këto, Allahu subhanahu wa ta'ala meriton lavdërim. Në ditën e gjykimit, e tërë gjithësia do falënderojë Allahun. Përfshi dhe ata që shkojnë në zjarrin e xhehenemit. Edhe ata do të lavdërojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Pasi edhe ata e dinë se hyrja e tyre në zjarrin e xhehenemit nuk është pa drejtësi, është me urtësi, është drejtësi. Ata kanë bërë mëkate dhe e meritojnë hyrjen në zjarrin e xhehenemit.
Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe do thuhet falënderimi, lavdërimi i përket Allahut, Zotit të gjithësisë, Zotit të botëve. Allahu shpëlbeft të mira, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.